Para pak ditësh ka marrë një letër nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili ka bërë një analizë rreth pavarësisë financiare të gjyqësorit. Natyrisht, gjyqësori nuk ka nevojë vetëm për pavarësi financiare, por edhe për pavarësi nga politika. Megjithatë, unë kam marrë përsipër të lexoj pjesë nga kjo analizë, nga ky raport, sepse kërkesa është që kjo të pikërisht të vi këtu në Kuvendin e Kosovës. Mungesa e efikasitetit të pushtetit gjyqësor të Kosovës ka bërë që pjesa dërmuese e kritikave të bien mbi këtë deg të qeverisjes dhe të kemi shkeljen e të drejtave të njerëzit, shqetësime këto të ngritura edhe nga Komisioni Evropian në raportet e progresit dhe në studimin e fizibilitetit. Edhe hapat pozitiv të bërë në vitin 2010 që kishin shtyrë përpara pavarësinë e gjyqësorit ishin përcjellë me mungesë të përkrahjes adekuate me resurse financiare, njerëzore dhe resurse të tjera. Vetë procesi i riemërimit dhe emërimit të gjithë gjykatësve kishte filluar pa pasur ofertë të qartë për kandidatët, pasi rritja e pagave nga mesatarisht 500 euro në 1000 euro në muaj për gjykatësit ishte vendosur vetëm pas përfundimit të këtij procesi. Rrjedhimisht mungesa e interesimit të kandidatëve të kualifikuar dhe me kualitet të lartë ka rezultuar në fund të procesit me 98 pozita të gjykatësve të paplotësuara. Sot, gjyqësori ende vazhdon të mos jetë ambient joshës i punës, duke pasur parasysh kushtet fizike të punës, sikurse janë hapësirat jo të mjaftueshme të zyrave, mungesa e sallave të gjykimit, inventarit dhe pajisjeve të tjera. Gjykatat kanë numër të vogël dhe kualitet të dobët të stafit mbështetës. Gjyqësori për vite të tëra nuk gëzon as fonde për të rekrutuar praktikant e LRM të ketë qasje në mekanizmat që i ka qeveria, sikurse janë 1 milion euro në vit të skemës së fondit të trurit që shërben për paga më të mira të njerëzve me shkatësi pozitive, me shkatësi në pozita deficitare, apo rreth 250 bursistë të Young Cells, të cilët kanë studiuar në vende të BE-s. Buxheti i vogël i shtetit nuk paraqet problem për financimin e gjyqësorit, por kjo më shumë ndërlidhet me nënvlerësimin që pushteti ekzekutiv e po ashtu edhe pushteti legjislativ bëjnë karshi pushtetit gjyqësor. Ndikimi më i madh i ekzekutivit në gjyqësor bëhet përmes përkrahjes së kufizuar financiare, gjë që mundsohet fal ligjit dhe praktikës që lejon ndërhyrjen e qeverisë në propozimin e buxhetit për gjyqësorin. Ndarja e buxhetit për gjyqësorin nuk bëhet në bazë të ndonjë modeli më të avancuar me indikator të qartë, por bëhet sipas një kalkulimi të thjeshtë të rritjes së buxhetit për një përqindje të caktuar. Përkrahja buxhetore prej 16 deri në 18 milion eurosh në vit, ku 89% janë shpenzime operative, nuk paraqet ndonjë përkrahje për zhvillimin e gjyqësorit, por vetëm siguron mbijetesën e tij. Në asnjë moment nuk merren parasysh rreth 10 milion euro në Po ju lutem tregoni me kohë, 2 minuta. Lajmëroni vetë, ku të vini aty lajmëroni. Pra nuk merr parasysh rreth 10 milion euro në vit të hyrave tanake të gjyqësorit, ku gjysma e tyre janë taksa gjyqësore. Instituti i Kosovës për Drejtësi sugjeron adresimin e menjëhershëm të 3 aspekteve në vazhdim. Të sigurohet pavarësia financiare institucionale. Propozimi i buxhetit të bëhet nga gjyqësori drejt për drejt në kuvend dhe pa ndërhyrje të qeverisë. Të sigurohet pavarësia financiare individuale. Ekzekutivi duhet heqë dorë nga politikat të cilat kërcënojnë sigurinë financiare të gjykatësve, rrjedhimisht duhet të garantohen pagat të gjykatësve të cilët janë adekuate për profesionin e tyre. Të rregullohen me ligj të mos ketë ulje të tyre gjatë mandatit të gjykatësve. Dhe së treti, Këshilli Gjyqësor i Kosovës duhet të jetë më i zëshëm për shqetësimet e sistemit gjyqësor në raport me 2 pushtete të tjera. Ndërhyrjet arbitrare të Ministrisë së Financave, të cilat ndikojnë drejt për drejt në uljen e efikasitetit dhe pavarësinë e gjyqësorit, duhet të përcillen me ngritje të shqetësimit në të gjitha nivelet dhe të mos kalohen në heshtje. Faleminderit.